أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد Falëndrimi dhe lavdratat I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu I cili vazhdimërinë në begaton me të mirët e tij, salatet selam në qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre te ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë të flasim disa fjalë për negacionin e tretë. Për negacionin e tretë, të cilën e ka pru hoxha në këtë libër. Negacioni I tretë thot: "Men lam yukaffir al-mushrikina أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر." Thotë Allahu më shirov se negacioni I tretë është pra njeriu mundet me ba vepër që nxjerr prej Islamit, e kjo vepër është nëse nuk I ban tekfir, nuk I ban tekfir mushrikët, apo dyshon në kufrin e tyre, apo saktëson medhebin apo metodologjin e tyre. Fillimisht ky negacion është negacion I ndjerur prej teksteve të Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky negacion nuk është as ajet, as hadith. Është rregull I ndjerur prej Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky negacion është me pajtimin e krejt dietarëve të muslimanëve. Pra me ixhma të muslimanëve është ky negacion. Se në qoftë se njeriu nuk I ban tekfir, çfarë do thonë nuk I ban tekfir, me konsideroj jo besimtar, me konsideru kafir. Ose dikant që përkatësohet në Islam, ose dikant që s'përkatësohet në Islam. Shkëna marrë me shpjegime nga Sheikhu Nasr al-Fad Allahu aliroft. Me shpjegime dhe detalizime që I ka bën në këtë rregull. Po fillimisht kjo rregull nuk është diçka e re. Kjo rregull është rregull që kanë përdorur dietarët e hershëm të muslimanëve, e së fundmi është bërë njohur kjo rregull nga Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab Allahu e mëshiroft. Do ta sillim pjesërisht shpjegimin e hoxhës Nasr al-Fat të këtij negacioni, edhe disa shpjegime nga hoxha Sulejman Ulwan që ka sjell në këtë negacion që e kanë tek dietarët e muslimanëve. Thot Nasr al-Fat Allahu aliroft: "Qaidatul ma'rufa mashhura." Kjo rregull është e njohur dhe e shpërndarë shumë tek njerëzit, e të cilën e ka sjell Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab në këto 10 negacione. Illa vënirej se ky negacion, kjo rregull është këtë shkuptuar prej shumë njerëzve, dhe këtë shkuptimin këtë rregull e ban njeriu me shku ndër lek të madh, Allahu na ruaj. Thot illa an hadhihi alqaida leysat ala hadha alitlaq. Vetëm se kjo rregull është rregull e saktë. Kjo rregull është rregull me pajtimin e krejt dietarëve, me ixhma të dietarëve. Mirë po, kjo rregull nuk është sipas përgjithësimit të saj. Kjo rregull nuk është sipas përgjithësimit të saj. Bel fiha tafsil. Përkundrazin në këtë rregull ka detalizim. Thot, kush është I pakujdesshëm në këtë rregull, shkon në dalalet, ose duke I bërë tekfir muslimant pa hak, ose duke praktikë tekfirin e jo besimtarëve, ose duke praktikë tekfirin e jo besimtarëve. O tafsilu hadha al-amri kama yali. Detalizimi I kësaj çështje është siç vjen. E para thot: "An al-asl fi hadhihi al-qa'ida laysat min jihati mulabasati al-kufri qawlan aw amala." Thot Allahu e forcoft. Kjo rregull
bazamenti i kësaj rregulle është se njeriu në qoftë se ka defekt, në qoftë se nuk i ban tekfir jo besimtarët, që e meritojnë tekfirin, thot nuk është se ky njeri ka rënë në negacion të islamit duke vepruar ndonjë kufër prej fjalëve apo veprave. Thot bel min jihati radd al akhbari wa takdhibiha. Po negacionin të cilën vjen njeriu që nuk i ban tekfir jo besimtar, të cilët meritojnë më bë tekfir, thot bie në kaptinën e përgënjeshtrimit të teksteve. Në kaptinën e përgënjeshtrimit të teksteve. Allahu ka thonë diçka po, ky njeri thot jo. Allahu ka thonë diçka jo, ky njeri thot po. Kjo është për qëllim përgënjeshtrimi teksteve. Ka ardhur teksti shiratik, ajet apo hadith me përgënjeshtru, me konsideru si gënjeshtër tekstin, pra ajetin apo hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Faman taraka al-kafira bila takfirin kana hadha minhu takdhiban bil akhbar al-warida fi takfirihi. Ai që braktis jo besimtarin dhe e le pa tekfir, pra ai që nuk e ban tekfir jo besimtarin, ky njeri i ka përgënjeshtruar tekstet e transmetuara, informacionet e transmetuara nga ana Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa ala hadha la budda an yakuna al-khabar al-warid fi at-takfir sahihan muttafaqan alayhi. Dhe duke marrë këtë në konsiderat, thot hoxha, duhet ta dim se informacioni i transmetuar, pra teksti transmetuar, teksti i ardhur, ajeti apo hadithi, duhet për çështjen e tekfirit duhet të jetë i saktë dhe me pajtimin e të gjithëve. Fillimisht me qenë i saktë, pas me qenë me pajtimin e të gjithëve. Wala budda an yakuna man taraka at-takfira raddan li hadhihi al-akhbar. Dhe për me ranë në këtë negacion, njeriu duhet me përgënjeshtru tekstin, me vraktis tekstin. Fal mukaffiratu leysat wahida. Negacionet nuk janë një, nuk janë të një llojit, nuk janë të një fotografie. Thot wal wuqu'u fiha aidan laysa ala martabatin wahida. Dhe veprimi këtyre negacioneve, edhe kjo nuk është me një fotografi, nuk është një lloj, ka lloje të ndryshme. ولبيان هذا الامر لابد من التفريق بينها وهذا ينقسم الى قسمين. Dhe për ta kuptuar mirë këtë çështje duhet ta detalizojmë duke ndonë në dy kategori. Al-qismu al-awwal, kategoria e parë janë jo besimtarët esencial. Pra ai që është jo besimtar në esencë. Sikur krishterët, jehudët, zjarputistët dhe të tjerët. فهذا من لم يكفره أو شك في كفره أو صحح مذهبه فإنه كافر بالإجماع كما ذكره غير واحد من أهل العلم لأن في هذا ردا للنصوص الواردة في بطلان غير عقيدة المسلمين وكفر من ليس على دين الإسلام. Thot, ai që nuk I ban tekfir, pra që nuk I konsideron jo besimtar, kanë jo besimtarët që janë në esencë, sur krishterët, jehud, zjarputistat dhe të gjithë tjerë që kanë fe tjetër jashtë fesë islamit. Thot, kush nuk I ban tekfir këta, dyshon tek ai apo saktëson metodologjinë e tyre, ky njeri ka bë kufër me ixhma të muslimanëve. Këtë e ka cek më shumë se një dietar prej dietarëve të muslimanëve. Për ky ka rënë kufër, ky ka rënë në negacion për shkak se ky njeri I ka refuzuar tekstet e ardhura në jo saktësinë e fesë së jo besimtarëve dhe mos tekfirin e tyre. Pra kategoria e parë e njerëzve që duhet me I bë tekfir, që duhet me I konsideru jo besimtar dhe kush nuk I ban tekfir, kush nuk I konsideron jo besimtar, bëhet edhe vetë kafir, kush nuk I thot atyve kafira, bëhet edhe vetë kafir, janë jo besimtarët në esencë, krishterët, jehud, zjarputistat dhe ata që kanë fe tjetër jashtë fesë islame. Kategoria e dytë, al-murtaddu anil islam, ai që renegati nga islami, pra ai që e braktis islamin,
ai që e braktis Islamin. Wa hadha ala qismain. Thot, ata që e braktisin Islamin janë dy kategori të njerëzve. Ata që e braktisin Islamin janë dy kategori të njerëzve, apo thënë ndryshe dy lloj të njerëzve. Lloji I parë, men a'lana kufrahu wa intiqalahu min al-islam ila ghayrihi kal-yahudiyyati aw an-nasraniyyati aw al-ilhadi fa hukmuhu hukmu al-qism as-sabiq. Kategoria e parë e atyre që e braktisin Islamin janë njerëz të cilët e braktisin Islamin dhe paraqesin futjen me një fe tjetër. Ata që e braktisin Islamin, sikur grupacioni I të shquartërve të Deçanit, dhe futen në krishterizëm, apo në ateizëm, apo në fe tjetër, jashtë fesë Islamit. Thot, kjo kategoria e njerëzve e ka hukmin e kategorisë të parë. Hukmin e kategorisë të parë. Cila është kategoria e parë? Kategoria e parë e njerëzve janë ata të cilët janë jo besimtarë në esencë. Krishterë, jahudë dhe kështu me radhë. Pra që ky njeri që del prej Islamit dhe futet me një fe tjetër, kush nuk e bën tekfir tani është I njëjtë sikur ai që nuk e bën tekfir krishterin në esencë. Sepse ky ka dalë pi fesë. E kur ka dalë pi fesë, ka paraqit futje me një fe tjetër. Dikush thot, ore pisot, e la Islamin edhe bona krishter, Allah na rujt. Edhe dikush thot, valla bes, ku e di bes li tham çfarë. Edhe ki bëhet më një çfarë. Valla thot, unë e la Islamin dhe bona jehudi. E la Islamin dhe bona komunist. E la Islamin dhe bona demokrat. E la Islamin dhe bona laik, bona ku e di çka bona. Edhe ky thot, ky tjetri, I treti thot, ua, së një thamë, që shmi thamë, ky e kalon Islamin, kjo kategoria e parë, këtu është shumë me rëndësi detali. Por shok se këtu ka ndodhur këtë fërë ka këtu problemi. Na këna me majtë pas negacioneve, këna me majtë ligjërat special në shtjellimin e këtij defekti që ka ndodhur të shumë njerëz dhe është dev gjak I madh I muslimanëve. Dhe janë bërë tradhtia të mëdha dhe është cënuar deri shumë prej muslimanëve prej tepruesve tekfir për shkak defektit në këtë detalizim që e kanë cilë dietarë. Pra grupi I parë I njerëzve që del prej Islami janë grupi I cili del prej Islami dhe paraqet futje në një fe tjetër. Kush nuk e bën tekfir këtë person, edhe ky më njëherë bëhet jo besimtar, Allah na rujt. Kategoria e dytë e njerëzve që dalin prej Islamit janë, thot, ai I cili vepron një negacion për negacionet e Islamit, illa annahu yaz'umu annahu ala al-Islam wa lam yakfur bi hadha an-naqid fa huwa ala qismayn aidan. Thot, dhe personi I dytë është njeriu I cili dal prej Islamit, pra vepron një negacion për negacionet e Islamit, mirë po ai mendon që është ala musliman. Dhe mendon që kjo vepër se ka nxjerr pi fesë. A keni qartë? A e keni qartë dallimin e kategorisë së parë dhe kategorisë së dytë? Pra dikush që del pi feje dhe thot ku marr fe tjetër, dhe dikush që del pi feja mendon që Allah është në Islam. Dhe mendon që punën që ka bërë se ka nxjerr pi feje. Thot, kjo kategori e njerëzve ndahen në dy kategori. Kategoria që veprojnë negacion të Islamit, po mendojnë që janë Allah në Islam, dhe mendojnë që kjo vepër se kanë nxjerr pi feje, këto njerëz janë dy kategori. Thot, man irtakaba naqidan sarihan mujma'an alayhi kasab billahi subhanahu wa ta'ala mathalan fa innahu yakfuru bil ijma' wa man tawaqqafa fi takfirihi ahad rajulayn. Thot, njeriu I cili ka vepruar negacion të Islamit, e për të cilin negacion kanë rënë hujdi janë të pajtimit ke dietarët. Sigur për shembull, sharsi I Allahut. Ky njeri ban kufër me ixhmat muslimanëve. Ky njeri ban kufër me ixhmat të muslimanëve. Ai që ndalet në tekfirin e këtij personi është njëri prej dy vetave. Ai që ndalet në tekfirin e këtij personi është njëri prej dy vetave. Thot hoxha, personi I parë I cili ndalet në tekfirin e dikujt që ka bën negacion me pajtimin e këtij muslimanëve, thot, men aqarra bi anna as-sabba kufrun wa anna hadha fi'luhu kufrun,
إلا أنه توقف في تنزيل الحكم على المعين لقصور في علمه أو لشبهة رآها ونحو ذلك فإنه يكون مخطئا وقوله هذا باطل إلا أنه لا يكفر لأنه لم يرد خبرا أو يكذب به فإنه أقر بما ورد في الأخبار والإجماع من أن السب كفر. Thot ky njeriu i parë është personi i cili thot sharja e Allahut është kufër. Ai që ka shoh Allahun ka vepruar kufër. Mirë po, ndalet në zbritjen e dispozitës, mbi personin konkret, thot për shkak diturisë së pakët ose për shkak të paraqitjes së një dyshimi. Për shkak që s'ka shumë ilm, thot me shoh Allahin kufër, ai që shoh Allahin ka bëu kufër, mirë po ndalet dhe nuk ka zbret dispozitën këtij personi për shkak se thot s'kam dituri ose për shkak një dyshimi që e ka me një tekst tjetër shariatik, ajet apo hadith, wa nahwu dhalika, thot ky njeri, thot Hoxha Nasr al-Fat, ky njeri është gabimtar, fjala e tij është e kotë, mirë po nuk ban kufër, ky njeri, ky që se ka bëu tekfir, nuk ban kufër, i pari që ka shoh Allahun, naudhu billah, i pas se shoft Allahu subhanahu wa taala dhe është Allahu xhela xhelalu. Ky njeri që ka shoh Allahun ka bëu kufër, po ky që nuk e ban tekfir, për shkak dyshimit apo për shkak se s'ka ilm, thot ky njeri është gabimtar, fjala e tij është e kotë, mirë po nuk ban kufër për shkak se nuk e ka përgënjeshtruar tekstin. Nuk e ka refuzuar tekstin. Po në zbritjen e dispozitës nuk e ka bëu për shkak një dyshimi që ka paraqitur. Edhe personi i dytë është men ankara an yakuna sabba kufran asla. Dhe një person i cili e mohon të qendrit e sharjes së Allahut kufër në sens. Thot fa hadha yakfuru. Ky njeri ban kufër. Me njëherë ban kufër. Pse? Se ky nuk menon, ky nuk e beson që sharja nuk është kufër. Po thot s'ka lidhje, s'ka dert. Ky njeri ban kufër. Li'annahu raddun al-akhbar wal ijma. Përsa që ky njeri e ka refuzuar ijman edhe informacionin nga Allah, pra ajetet dhe hadithet. Wa hadha mithlu man ya'budu al-qabra mimman yantasibu ila al-islam. Ky njeri është një shkruaj i cili adhuron varreza i cili përkatësohet në islam. Faman khalafa fi anna fi'lahu kufrun fa innahu yakfuru. Kush kundërshton duke thënë që vepra e tij nuk ka kufër, pra dikush që adhuron varreza, dhe një person thot, jo, kjo vepër nuk ka problem. Mirë, s'ka lidhje. Që ky njeri ban kufër me njerë. Pa ai njeri që thot, jo, vepra është kufër, po s'u zbrit dispozitën, ky njeri është gabimtar, duhet më shpjegue çështja. ومن أقر بأن فعله كفر إلا أنه توقف في تكفيره لشبهة رآها فإنه لا يكفر. Thot Hoxha, ai i cili e pohon se vepra është kufër, mirë po nuk mund më zbrit dispozitën për shkak një dyshimi që është paraqit, thot ky njeri nuk ban kufër për shkak se ka dyshim dhe duhet të largu dyshimin. Dhe kategoria e tretë e njerëzve janë man irtakaba naqidan mukhtalafan fihi ka tarki as-salat, mathalan fa takfiruhu mas'alatun khilafiyya. Dhe kategoria e tretë e njerëzve janë ata që veprojnë një negacion të polemizuar të dietarët, sikur çështja e braktisë të namaz, ai që nuk e fal namazin, ka polemik të dietarëve. Dikush për dietarëve ban tekfir, dikush për dietarëve nuk e ban tekfir. Është mesela e polemizuar. Wala yakfuru al-mukhalifu fiha. Thot, kundërshtari nuk ban kufër në këtë mesela. Bile për kundrazi, as nuk bëhet bidatxhi, as nuk bëhet fasik, por është vetëm gabimtar. Pra, ti e ke mendimin që lansi namazit është jo besimtar, qafir, del prej feje. Dikush e ka mendimin që nuk del prej feje. Kjo mesele, lania namaz është e polemizuar te dietarët e ehli sunetit. Në qoftë se dikush e ka mendimin që lansi namazit nuk është qafir, që ky person nuk i thuhet ti as bidatxhi, nuk i thuhet as fasik. Pse? Se ka polemik mes dietarëve. A keni qartë? Se mundemi na me ndëgju, mos tham kena ndëgju, po mundemi na me ndëgju se në qoftë se dikush nuk e ban tekfir namaz, leves që bidatxhi është.
Jo, ka dietar të 10 muslimanë që ka pas tekfir nasën namazit. Pra, kjo negacion është negacion i polemizuar te dietarëve dhe kjo vlen për të gjitha negacionet që ka polemik tek dietarët e muslimanëve. Thot kjo është negacion. Thot lianna Allah jalla wa ala katharahum fi ayatin kathira min kitab. Thot kjo është negacion për shkak se Allahu i ka bërë tekfir në ajete të shumta në librin e tij. Wa amara bi adawatihim, pra jo besimtar, i ka bërë tekfir dhe na ka urdhëruar për urrëtin e tyre për shkak iftiras, shpifjes që ata ja kanë bërë Allahu subhanahu wa taala, wa li ja'alihim shuraka ma Allah, për shkak se ata kanë bërë ortakëri Allahu subhanahu wa taala dhe i kanë përshkruar, i kanë bërë iftira Allahu se Allahu ka djalë dhe bashkëte, i pastër qoftë Allahu subhanahu wa taala nga kjo që ata shpifu për Allahun subhanahu wa taala, wala yahkumu bi islam al-mar'i hatta yukaffira al-mushrikin. Dhe nuk gjykohet për islamin e njeriu, pra nuk thërohet islam i njeriu derisa të bën tekfir jo besimtar. Pra kjo kthehen edhe një herë. Kjo rregull është me pajtimin e krejt dietarëve të muslimanëve. Që ai që nuk i bën tekfir jo besimtar është kafir vet. Në çfarë shpjegimi? Në shpjegimin që folëm më herët. Në klasifikimet e jo besimtarëve që i ka klasifiku dietarët e muslimanëve. Jo secilin, domethënë, në qoftë se një njeri nuk i bën tekfir krishter dhe jo ky nuk ka musliman. Në të falë namaz natën, në të agjërojë hanetente, çka do të bëjë? Punë më të bëhet Islami i bën. Në qoftë se ka defekt, kjo pikë ka dalë për Islam. Kjo është negacion. Dhe dispozitat e jo besimtarëve që i cekëm deri tash nga ana e dietarëve. Thotë فإن توقف في ذلك në qoftë se ndalën tekfirin e jo besimtarëve ma dhuhuri al-amri pas që të bëhet e qartë çështja fihim në ata au shakka fi kufrim apo ka dyshim në kufrin e tyre fa huwa mithlahum ay njeri është sikur ata amma man sahha madhhabahum wastahsana ma hum alayhi min al-kufri wa at-tughyan fa hadha kafirun bi ijma' al-muslimin ay që saktëson metodologjinë e tyre ekstremisi të bukur thot ata që janë jo besimtar për kufrit dhe të padrejtësisë, ky njeri është kafir me pajtimin e krejt dietarëve të muslimanëve. Li'annahu lam ya'rif al-islam ala haqiqatihi. Për shkak se ky njeri nuk e ka njoft, nuk e ka kuptuar islamin në realitetin e tij. Ajo është al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Wa hadha wala ahli ash-shirki fadlan an yukaffirahum. Thot Islami i vërtet është dorëzim ndaj Allahut me tauhid, nënshkrim ndaj Allahut me adhurim dhe distancim prej shirkut dhe vepruesve të tij. E ky njeri që nuk i bën tekfir jo besimtar, padyshim që i ka mitsu ata edhe kështu më radh. E njeriu nuk mund të qenë musliman pos duke mohu atë e cila adhurohet pos Allahut subhanahu wa taala, çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. Kush thot la ilaha illa Allah dhe mohon atë që adhurohet posa Allah subhanahu wa taala, pasuria gjaku dhe nderi i tij janë të siguruara dhe llogaria e tij është te Allahu subhanahu wa taala. Thot fala budda li kulli muslimin, dhe duhet patjetër që çdo musliman i cili përkatësohet në fenë islame en yukaffir al-mushrikin, të ban tekfir mushrikët, wa en yu'adiyahum, të armitson ata, wa en yabghudhahum, dhe të urrejn ata, wa yabghudha man ahabbahum, dhe të urrejn ata që i dojnë një besimtar, au jadala anhum, apo polemizojnë për një besimtar, au dhahaba ila diyarihim, apo shkon në për vendet e tyre, min ghairi udhrin shar'iyyin, pa ndonjë arsye shariatike, yardahu Allahu wa rasuluhu, të sinadon Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa ala al-muslimina jami'a, dhe është obligativ për të gjithë muslimanët që të kthehen në fenë e tyre, për shkak se vetëm me fenë arrihet fitoria, për shkak se vetëm me fenë arrihet krenaria, wa bihi tastaqimu al-bilad, dhe vetëm me fenë e Allahut është e qëndrueshme çështja e shteteve, wa bihi yahsulu al-furqan, dhe me çështjen e fesë, dhe duke e ditë fenë mirë, arrim të bëjmë dallimin mes evlijave të Allahut dhe evlijave të shejtanit. Arrim të bëjmë dallimin mes atyre që e ndihmojnë fenë e Allahut dhe ndihmojnë musliman dhe mes atyre që e urrejnë e luftojnë fenë dhe i urrejnë musliman. Wa yajibu
ala xhami'il muslimin, dhe është obligative për të gjithë muslimanët që ta marrin për shembulltyr në jetën e tyre Ibrahimin, mikun e Allahut, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innana bura'a'u minkum mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Atëherë kur Ibrahimi i tha babait të tij dhe popullit të tij, ne jemi të distancuar për asaj që ju adhuroni dhe ne jemi kthyer vetëm drejt atij i cili na ka krijuar neve dhe ai na udhëzon dhe ai na udhëzon neve. Wa alejna, dhe është obligim për neve, an nergja ila akidatina, që t'i kthehemi besimin ton, akides ton, wa dinina dhe fejs ton, wa namtathila amra Allahi azza wa jall fi hukmihi fil kuffari, dhe ta realizojna urdhën e Allahut në dispozitën karshi jo besimtarëve, ku thot Allahu ya alladhina amanu qatilu alladhina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fikum ghilza. O ju që keni besu, luftoni ata që vinë para juve prej jo besimtarëve dhe le të gjejnë prej juve vështë arrogant kundër tyre. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, dhe dijeni se Allahu është me të devotshmit. Wa kullama a'rada an-nasu an tahkim al-kitab wa sunnah sallat Allahu alayhim aduwwahum. Dhe dijeni se çdo herë që njerëzit ja kthejnë shpinën zbatimet të Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu vërsun mbi ata armiqtë e tyre. Falamma a'rada kathirun min al-hukam duwal an tahkim shar'i Allah wa radu bil qawanin al-wad'iyya al-mal'una tadahrawat biladuhum wa tashattat wa samat al-adu su' al-'adhab. Fa dijeni se atëherë kur pushtetarët e shteteve janë largu, kanë refuzu zbatimin e shariatit të Allahut dhe janë mjaftu dhe kanë qenë të kënaqur me zbatimin e ligjeve të jo besimtarëve, armiqtë e Allahut janë vërsuar kundër tyre. Shteti i tyre është shpartalluar dhe nuk ka qëndrim të sigurt në vendet e tyre. Thot wal ya'lam kullu muslim, le ta dije çdo musliman se jo besimtarët punojnë me një punë të palodhshme, janë të kujdesshëm me kujdesin më të madh, ala ibadil muslimi an dinihi hasadan min indi anfusihim, që ta largojnë besimtarin muslimanin prej fesë të tyre, e këta e bëjnë për shkak hasedit dhe mllëfit që e kanë kundër muslimanëve. Fa in lam yantahi al-ghayur ala dinihi min hadhihi arqda fa sawfa ya'addu asabi'u an-nadami hina la yanfa'u. E në qoftë se gjelozi për fejnë e ti nuk i hapë syt në këto qaste, ka marrë momenti me i kafshu gishtat e vetë, atë ditë kur nuk ban dobi, pishmalloku, wa yajibu ala kulli alimin wa da'iya, dhe është obligative për çdo thirrës dhe për çdo dietar dhe për çdo imam të xhamive, an yubayyana lin-nasi khuturat muwalati al-kuffari bil adillati shar'iyya min al-kitabi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, që t'ia ban të qartë njerëzve rrezikshmërinë e miqësimit të jo besimtarëve, duke u bazuar me ajete nga Kur'ani dhe hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa yubayna lahum khuturat adh-dhahab ila diyarihim, dhe t'ia ban të qartë njerëzve shkuarjen në shtetet e jo besimtarëve, au istikdamahum ila diyar al-muslimin, apo pranimin e tyre në shtetet e muslimanëve. Lianna Allah qata al-muwalata wa silata bayna al-muslim wal kafir, për shkak se Allahu e ka prej lidhjen mes muslimanit dhe jo muslimanit. Tha Allahu jalla jalaluhu ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman. O ju që keni besu, mos i merrni baballarët e juaj dhe vëllezërit tuaj për dostlar, për miq, në qoftë se ata u preferojnë juve kufrin para imanit. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nuk mundesh me gjetë një popull i cili beson Allahun dhe botën tjetër dhe të njëjtit ti marrin për miq ata të cilët e luftojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe në qoftë se të tillët janë baballarët e tyre, familjet e tyre, vëllezërit e tyre, familja e tyre, edhe kështu më radhë. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që jo besimtari me trashëguar besimtarin ose besimtari me trashëguar jo besimtarin.
wal ya'lam kullu muslimin, leta dije çdo musliman, an al kuffara min al yahudi wan nasara, se jo besimtar prej krishterëve dhe jehudëve dhe të tjerët asnjëherë nuk kanë mundal se luftuarit të muslimanëve dhe nuk do të jenë të kënaqur muslimanët derisa ata t'i kthejnë, t'i largojnë prej fesë së tyre. Qëllimi jo besimtarëve tek muslimanët është me largu prej fesë dhe derisa të largojnë prej fesë nuk kanë me qenë të kënaqur. Tha Allahu: "Walan tarda anka al-yahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum." Nuk do të jenë të kënaqur me ty as krishterët, as jehudët, derisa ti ta pasosh fenë e tyre. Wa nashku ila Allahi jalla wa ala ghurbat ad-din. Te Allahu ankohemi për gurbetllëkun e kësaj feje, wa taghayyuri ahwal al-muslimin, dhe ndryshimin e gjendjes së muslimanëve. فهم يسمعون هذه النصوص الصريحة المخيفة ومع ذلك يذهبون إلى ديارهم. Për shkak se ata ta Allahu ankohemi për këtë gjendje dhe për ndryshimin e gjendjes së muslimanëve, se si ata i ndëgjojnë do citate të qarta, friksuese nga ana Allah dhe nga ana pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe nga ana e fjalëve të dietarëve, wa ma dhalika, dhe përkundërzi kësaj ata shkojnë në shtetet e tyre. Wa yajlisuna ma'hum ula al-mata wa yu'akilunhum wa yudhahikunhum, han pin dhe qeshin me ta. Pastaj thot hoxha: "Wa nashku ila Allahi ma halla bina fi hadha al-asr al-gharib." Ta Allahu ankohemi për gjendjen që kanë rënë sot muslimanët në këtë kohë tonë bashkëkohore. وقد انقلبت الموازين فأصبح الكثير يتعاملون مع الأسماء دون المسميات. Kanë ndryshuar gjamat. Kanë ndryshuar peshorja. Shumë prej njerëzve ndryshu peshorja. Fa aduwullahi alladhi yuharibu ad-din laylan wa nahara sirran wa jihara qad sara mu'minan muwahhida. Ai armiku I Allahut që sot e lufton fenë e Allahut, haptazi dhe fsheftazi, ditën dhe natën, tek njerëzit konsiderohet besimtar muwahhid. Tek jahilat prej njerëzve, bidawa ennehu yatalaffadhu bish-shahadatayn, me argumentin se ky person është duke e shqiptu shahadetin. Sa dëgjojmë prej njerëzve, armiqve të Allahut, a shqiptojnë shahadet me ta, mirë po ditën dhe natën, haptazi dhe fsheftazi, e luftojnë fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. E tek ignorantë për muslimanëve, këta njerëz considerohen wahida, besimtar, të mirë edhe kështu me radhë. Thot hoxha: "Wa nashku ila Allahi ma halla bina fi hadha al-asr." Ta Allahu ankohemi për gjendjen të cilën kemi ardhur në këtë kohë bashkëkohore. Elusim Allahun që Allah të na jap kuptim të fesë. Elusim Allahun që Allah të na ruaj prej negacioneve. Elusim Allahun që Allah të na jap përfundim të mirë në këtë botë. Na jap xhennetin në botën tjetër. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.